E në vazhdim do të ndjekim një deklarat të prokurorës Sahide Gashi në lidhje me këtë rast. Gjithçka ka fillu prej një burimi cigur dhe punës madhe në teren që ka bë njësit janë drogës. Konfirmimit saj, jemi pajis me urdhresa nga gjykata kompetente për kontrol, së bashku me njësitin e krim teknikës, dhe ka rezultu me një sukses të madh. Kemi zbulu një laborator me pajisje jashtëzakonisht të avancuara, qoftë ato elektrike, por dhe pajisje përcjellëse, siç po i shifni këtu. Kemi përfundu aksionin, kemi arrestu një të dyshuar për 3 vepra penale, 2 kanë të bëjnë nga kapitulli i substancave narkotike, si dhe për armbajtje pa leje. Po ashtu e kemi ftuar dhe kanë prezentu edhe njësiti i kecit në pej, me qenë se kemi anë përfundim që pajisjet me cilat i ka shfrytzuar për energji elektrike janë të kyçura në mënyrë ilegale. Një deklaratë ka dhënë edhe Zana Krasniqi, që është avokate